Miqtë e mi, mirë dita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, live dhe drejt për së drejti, në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24, por gjithë teleshikuesit e rregullt të televizionit, por edhe të emisionit Me Zemër të Hapur në këtë fashë orari që nuk janë përpara ekraneve për të na ndjekur drejt për së drejti, e kanë edhe një mundësi tjetër. Por gjithë udhëtarët jemi live edhe në Radio News 24. Ditën e sotme do të ndalojmë tek një aksident tragjik që ka ndodhur pikërisht në zonën e Fushë Shprezës rreth orës 23:30 minuta. 4 të rinj të ndruan jetë sepse makina e tyre nuk parandaloi pikërisht një betoniere që ndodhej anës rrugës pa blokazh, ndërkohë që 24 vjeçari drejtuesi betonieres është larguar nga vendngjarja duke i lënë të 4 të rinj të digjen brenda makinës së tyre, që me sa duket ishte një makinë që funksiononte me gaz dhe me benzin. Ndërkohë që ne jemi lidhur paraditën e sotme me familjar të 3 viktimave dhe në 4 viktima ishte dhe një shoku i tyre, sepse 2 janë vëllezrit Laçi, 20 dhe 25 vjeç, dhe kushuriri i tyre 22 vjeç, ndërkohë që gjeti vdekjen edhe shoku i tyre 24 vjeçar. Ndërkohë që edhe shoferi i betonieres ishte një i ri 24 vjeçar dhe ai ka dhënë versionin e tij në lidhje me ngjarjen, por ne do dëgjojmë pas pak versionin e familjes Laçi. Fillimisht materiali i përgatitur nga Departamenti i Informacionit dhe rikthehemi në transmetim të drejt për drejt. Aksidenti tragjik u regjistrua në mesnat në aksin rrugor Fushkruj-Vor në zonën e Fushë Shprezës. Përpasoj gjetën vdekjen Enejdi Laçi, 25 vjeç, vlla i tij Erindi Laçi, 20 vjeç, kushëriri Andi Laçi, 22 vjeç dhe shoku i tyre Enriket Kurti, 24 vjeç. Aksidenti është konstatuar nga një patrullë e shërbimit rrugor që ka pikasur automjetin në flak dhe para tij që ndronte një mjet betoniere. Nga hetimet e kryera rezultoi se automjeti që drejtohej nga 25 vjeçari Enejdi Laçi ishte me shpejtësi tej normave të lejuara dhe pas përplasjes së fortë me betonieren që kishte ndaluar në rrugë, ka shpërthyer në flak. Betonierja e drejtuar nga 24 vjeçari Aleksandër Krashi sapo kishte dalë nga pika e betonit rreth 100 metra nga vendngjarja dhe ka hyrë në rrugën kryesore duke ndaluar atje pa ndezur asnjë sinjal. Në këto momente automjeti tip Benz me të cilin udhëtonin të rinjt është përplasur me betonieren duke e goditur nga pas. Makina e të rinjve ka shpërthyer menjëherë në flak për shkak se ishte edhe me impjant gazi. Përplasja ishte aq e fortë sa që mjeti është shkatëruar plotësisht. Pas përplasjes, drejtuesi i betonieres është larguar nga vendi i ngjarjes, por është arrestuar pak orë më vonë nga policia bashkë me 2 persona të tjerë. Nga verifikimet e policisë është zbuluar se 24 vjeçari Aleksandër Krashi nuk dispononte patent për drejtimin e mjeteve të rënda. Po ashtu në pranga kanë rënë edhe Daniel Koxha, menaxheri i firmës që ka në pronësi betonieren, e cila nuk ishte e pajisur me dokumentacionin e nevojshëm dhe drejtohej nga një person pa leje drejtimi për këtë kategori mjetesh. I arrestuar i tretë është shtetasi Valentin Krashi, afërmi shoferit të betonieres për veprat penale për krahje autorit dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës, pasi dyshohet se ka larguar nga vendi i aksidentit 24 vjeçarin. Viktimat e aksidentit tragjik po ktheheshin nga aeroporti i Rinasit, ku 3 prej të rinjve kishin marrë Erild Laçin, i cili kthehej nga Gjermania, dhe sapo kanë lënë aeroportin janë nisur për në banesat e tyre në fshatin Borizan. Në drejtimin e prokurorisë vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Në fakt, aksidentet po bëhen problematik shumë e madhe dhe numri i madh i aksidenteve tashmë po arrin si bilans lufte, ndërkohë që për 4 të rinj argëtimi i tyre, mirëseardhja për 20 vjeçarin që mbriti në atë dhe festa e të rinjve u kthye në një mort. Ndërkohë që ne ditën e sotme në këtë studio kemi avokaten dhe ndërmjetësen zonjën Margarita Kola. Përshëndetje zonja Kola, mirëseardhje. E pash që gjatë gjithë materialit të përgatitur
mbledhur në mënyrë të shkëlqyer nga Departamenti ynë Informacionit me të gjitha të dhëna, pati reagime në fakt edhe nga ju si profesioniste, por besoj edhe si prind. Do të flasim pikërisht për drejtuesin e betonierës, për 24 vjeçarin, sepse edhe ai ka dhënë versionin e tij në lidhje me ngjarjen, por teksa Departamenti ynë Informacionit, gazetarët tanë kanë renditur të gjitha pikat që quan drejt këtij aksidenti, unë në fakt jam lidhur me familjen Laçi, sepse aty në Borizan të Krujës janë 3 viktima nga një familje dhe shoku i tyre viktima e 4. Jam lidhur me nusën e Xhaxhait, me zonjën Jana Laçi, e cila deklaron për redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur dhe në një telefonat me mua këtë që ju do ndiqni në këto momente. Unë jam Elisa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur në News 24. Po. Edhe fola pak më përpara dhe me Çimin, do doja të flisnim pak edhe me familjen tuaj për mënyrën se si ka ndodhur ngjarja, aq sa informacione keni ju. Ne kena këtë informacion. Kalon punën në orën 10. Kush? Ka marrë këtë kushin, ky ambi që ka vdekur Po. jonë. Po. Ka punon bebe në fushkryj që Po. ka marrë këtë kushin i vetëm telefon. Po. Janë bashku me gjithë shokun që ka punu, që punon të kësë servisi telefonave, këtë tjetri, këtë djalin nga fushkryja, se ne kam tek 3 shumë. Po, e di. 2 vëllezrit edhe Po, kushëriri. 2 vëllezrit edhe kushini e djali kunafiti. Po, ngushëllima. Edhe ka marrë këtë kushin i vetë, njëni nga këto 2 vëllezrit, ka marrë djalin tonë, e në këtë shokun e vetë që kanë pas, i ka marrë fushkryj, i ka thonë hajde t'i djali para flajt që kina, që të kthehet nga Italia. Edhe kanë shku atje. Kur kanë shprit për aeroporti, kanë marrë telefon prindit, ku jeni, jena to atë me gjithë djalin. Sa kur kanë ardhur janë të makinë, 4 ditë ka pasi ka blet makinën e re, janë të makinë, kur kanë ardhur kneta, janë plasma betonierën. Por ai betonierës nuk i ka dalë një hapderën, që çunat kanë vërtet, ndin brenda hapni derën. Kanë qenë gjallë fëmijët majna. E kuptoj. Ai personi që u ka plasë me ta, ai personi nuk vetëm ka hik, nuk i ka dhënë një çunave tonë. Se tu kishte dhënë një me pa çunave, ti kishte marrë ata presionin e ujtit, që ka pasur betonierë, fëmijë tonë ka pasur përbërtu. E kuptoj. Jemi na çu 4 gjenasën tokë ne. E vërtet, shumë e vërtet. Pas bisedës me familjen Laçi, ka 4 viktima, 3 prej të cilave janë brenda një familje, janë 2 vëllezër, një sapo mbritur në Rinas, është Erlindi, sepse të gjitha mediat e kanë thënë që po kthehej nga Gjermania, ndërkohë që nusja e Xhaxhait tregon që po kthehej nga Italia, vllai i tij Enedi, 25 vjeç dhe Andi Laçi, kushuriri i tyre, 22 vjeç, ndërkohë që në makinë ndodhej edhe shoku i tyre, Erik Lejt Kurti, 24 vjeçar. Ndërkohë që nusja e Xhaxhait ka thënë që disponon edhe prova ekskluzive që djemt kanë kërkuar ndihmë, por askush nuk ka ofruar dhe pikërisht duhet ishte Aleksandër Krashi që ngiste betonierin i cili është larguar. E ndjekim edhe një herë se çfarë ka vënë në dispozicionin e redaksisë emisionit Me Zemër të Hapur për këtë studio, familja Laçi, ku duket një audio nga brenda makinës ku 4 të rinj kanë kërkuar ndihmë. E ndjekim. Pamjet në fakt një kamere që na ka vënë vetë familja Laçi në dispozicion, duket në fund të videos edhe se mënyra se si merr flak makina, por edhe të gjitha zhurmat që dëgjohen brenda automjetit të 4 të rinjve, të cilët kanë kërkuar ndihmë, një ndihmë që nuk i është dhënë pikërisht nga ai që ka shkaktuar gjithë të tragjedi me 4 viktima, 24 vjeçari Aleksandër Krashi, i cili ishte
pa patent, sepse nuk ka moshën e dur zonja Rita për të ngarë një betoniere të tillë, një mjet të tillë, ndërkohë ishte në rrugë pa bllokazh dhe ka pretenduar që ishte mbaruar karburanti dhe ndërkohë i ka lënë aty 4 viktimat, të cilët, sipas edhe familjes së vet, kishin kërkuar ndihmë dhe ndoshta mund të ishin të gjallë. Dua një koment në lidhje çfarë po ndodh me aksidentet rrugore, por sidomos edhe me aksidentin ku mbetën 4 të rinj të vrarë, të vdekur në vend. Kemi shumë vite që kemi një bilanc në rritje të çdo viti të aksidenteve rrugore. Pavarësisht iniciativave dhe ndërgjegjësimit që ka pasur në lidhje me aksidentet rrugore dhe masave që ka marrë policia e shtetit, përsëri vazhdon që të kemi një bilanc lufte në një farë mënyre, sepse është luftë me jetën, është luftë me vdekjen, sepse shumica e aksidenteve janë fatale për jetën. Pra ka dhe aksidentet cilat mund të dalësh i rrezikuar, por nuk ke humbur jetën, por shumica janë fatale për jetën, siç është aksidenti i sotëm për cilën e po flasim, që është një aksident i cili nuk di çfarë them, të lë pa fjalë, patjetër, dhe për te anës ligjore dhe çfarë ka ndodhur me situatën është ana njerëzore. Imagjinoni një familje e cila ka 3 arkivole dhe për 3 djemë të rinj dhe një i 4 i cili është shoku i tyre që ka qenë në kohën e dur në vendin e gabuar dhe në kohën e gabuar, më falni, dhe ka ndodhur kjo që ka ndodhur. Tani, nga pikpamja, si prind, si avokat, si qytetar, është shumë e rëndë ta komentosh sepse s'ka nevojë për komente. Nuk ka asnjë lloj komenti ti bësh. Domethënë, kam menduar kur e kam dëgjuar lajmin në televizion, gjëja e parë që më ka vajtur në mendje kam thënë o zot ata prindër, çfarë dhimbje i duhet të mbajnë mbi supet e tyre. Është shumë e vështirë, e papërshkrueshme. Aq më tepër që ato thonë ne kemi në dispozicion videon kur 4 të rinj kanë kërkuar ndihmë. Lënia në mëshirë të fatit. Tani është normale dhe është shumë e natyrshme që ata patjetër kanë kërkuar ndihmë. Çdo njeri në ato momente kërkon ndihmë, patjetër që kanë kërkuar ndihmë. Tani, unë jam duke i ndjekur pamjet, ndoqa dhe intervistën e familjarëve, kemi të bëjmë me një rast ku kemi një betoniere e cila sapo del nga një dalje, siç i thonë, në rrugë kryesore, është totalisht e ndaluar që sapo je në dalje dhe të dalësh në rrugë kryesore, të ndalosh aty kur rruga ka xhepat e vet, siç i thonë, ose ato daljet e veta për të ndaluar automjeti. Edhe në qoftë se të ka mbaruar karburanti jep shenja më përpara dhe ti mund të largosh dhe të shkosh ku është ndalesa. Ajo lloj ndalese pa bllokazh aty, sepse bllokazhi të jep ty sinjalin që ka ndaluar dikush dhe ka një gjendje emergjence dhe ti që vjen mund të marrësh masa. Pa bllokazh, patjetër nuk ka nevojë të jesh as jurist asgjë, është një lloj, si them, të gjithë e dinë dhe ata që nuk e ngasin makinën që nëse dikush ndalon duhet të japi shenjë tjetrit që ka ndaluar dhe arsyen, të japi atij të bëj të kuptoj që për çfarë ka ndaluar. Tani, edhe pse kodi jon penal është forcuar shumë dhe është i ka rritur masat e dënimit për rastet e aksidenteve fatale për jetën që vinë për shkak të qarkullimit rrugor, përsëri neve kemi, siç thash, një bilanc lufte të aksidenteve. Nenet që parashikojnë dënimet janë nenit 290 dhe 291. Dhe në këtë rast kemi vdekjen e më shumë se 2 personave dhe paragrafi fundit i nenit 290 thot që në rastet kur aksidenti provohet që është kryer për shkak të shkeljes së rregullave të qarkullimit,
e cila është rasti në fjalë, paragrafi fundit thot në qoftë se ka shkaktuar vdekjen e më shumë se një personi, atëherë ka dënimin 5 deri në 20 vjet burg. 5 deri në 20 vjet burg. Dhe që natyrisht që asnjëherë nuk jepet 5 sepse kanë vdekur, kanë ndruar jetë 4 persona. Dhe është edhe neni 291, sepse ajo që kemi më tepër këtu në këtë rast dhe një specifik është që ky person nuk kishte leje drejtimit të automjetit. Të paktën me dhënat që kemi tani, sepse grupi hetimor vazhdon hetimet, mund të gjej edhe shkelje të tjera. Bazuar mbi të dhënat paraprake. Po, bazuar mbi këto të dhëna, kemi edhe nenin 291, që shoqërohet nga 10 ditë burg deri në 30 deri në 3 vjet burg në rastet kur ti drejton në mënyrë të palishme një automjet ku përfshihet edhe mungesa e dokumentacionit dhe mungesa e të drejtës për të drejtuar një mjet të tillë. Pra, dhe siç e dini në penale, dënimet mblidhen me njëra tjetrën. Pra deri në këtë moment ne kemi 2 klasifikime të kësaj vepre të rënë penale. 290 dhe 291 plotësohen në këtë rast. Nuk e di çfarë do të nxjerrë prokuroria tjera, po bazohem në këto dhëna që kam deri tani. Dhe nëse këto të dy aprovohen, atëherë të dy dënimet i mblidhen njëri tjetrit. Pra mblidhen në mënyrë aritmetike. Tani, problemi nuk është kur vjen te ligji, sepse kur do vishte ligji, do i nështrohesh atyre që unë sapo citova neni 290, 291, gjykata do bëj punën e vet, grupi hetimor e tjera. Problemi është që deri kur vim këtu, unë nuk e kuptoj, sepse dhe ky drejtuesi i automjetit është një i ri, nuk e kuptoj se si një i ri në moshën 24 vjeç merr guximin në kufit e një absurdi, një çmendurie të drejtojë një mjet të tillë, i cili mund t'i rrezikojë dhe vetë jetën atij sepse ai nuk ka, të paktën aty nuk ka pasur patent për të drejtuar një automjet të tillë, dhe ai e drejton dhe nuk i bën fare syri dritt, i themi neve, të kalojë madje edhe në një rrugë kombëtare nacionale, ku policia mund të ndalojë në çdo moment dhe t'i kërkoj lejen e qarkullimit. Paralelisht me 24 vjeçarin Krashi, prokuroria ka ndaluar së bashku me policinë edhe persona të tjerë të cilët duhet të dalë edhe atje sepse ke veprat penale dua të ndaloj pak se është në interes të gjithëve, largimi nga vendngjarja. Po, patjetër, tani në vazhdim të këtyre që thash që kanë të bëjnë me rregullat e qarkullimit në rrugë. Mi këtë person patjetër që rëndon, gjithmonë nëse provohet, largimi i tij nga vendi i ngjarjes. Është provuar deri tani. Është provuar. Sepse është një person me të njëjtin emër që është ndaluar për përkrahje të personit. Ky person do të mbajë përgjegjësi që është larguar nga vendi i ngjarjes dhe nuk ka dhënë ndihmën e parë këtyre personave që po i kërkon. Pra ai person në vetvete ka kërkuar t'i shmanget drejtësisë, sepse ai e konstatoi që e bëri këtë aksidentin, jo vetëm që nuk e ndihmoi viktimat që ishin aty, sepse unë mendoj që duhet kenë pasur shumë shanse që nëse ndihmoheshin, ndoshta ndonjëri prej tyre mund të kishte pasur shanse të shpëtonte i gjallë. Largimi nga vendngjarja nuk është një largim si të gjitha aksidentet e tjera ku shpeshherë në momente paniku ti të largohesh. Familjarja Nusja Xhaxhait, zonja Jana ka deklaruar, ne disponojmë videon që e nxorëm edhe ne ekskluzive, ku 4 të rinj kanë kërkuar ndihmë. Nuk është një ikje nga vendngjarja për shkak edhe të traumës që ti ke pësuar. Është një ikje nga vendngjarja duke lënë 4 të rinj t'i fshehë drejtësisë, sepse ai ka ikur nga ai ka dëgjuar të thirrurat e 4 personave dhe është larguar. Çfarë situate jemi ligjore? Shiko, nga së pari njërë situata e parë ligjore është që ka ikur nga vendngjarja. Pra, do të mbaj përgjegjësi penale dhe për largimin nga vendngjarja, sepse në qoftë se ka ndodhur dhe ti qëndron aty, ju jep ndihmën e parë, kjo merret si një rrethan lehtësuese në rast nga gjykata kur ti gjykohesh, pra është një rrethan lehtësuese. Në këtë rast, jo që nuk është rrethan lehtësuese, por do të mbaj përgjegjësi penale për largimin nga vendngjarja. Dhe plus asaj, nuk ju ka dhënë ndihmën e parë. Shiko, nuk ka nevojë të kesh ligj në këto raste. Edhe në qoftë se ti je duke kaluar aty dhe nuk je fare shkaktari i aksidentit, ti ke përgjegjësinë morale
qarë duash mere ti, ligjore, si të duash ti, shoqërore, që ti të ndihmosh atë personin, të japësh ndihmën e parë, të lajmërosh ndihmën e parë, ndihmën e shpejtë, të vi dhe të japi ndihmë. Jo për më tepër kur ti ke shkaktuar aksidentin. Kështu që përveç atyre dy rrethanave që unë thash dhe dy neneve të cilët besoj se do kualifikohen të veprat penale që ka kryer, unë mendoj që do të ndëshkohet dhe do të ketë dhe një vepër penale për largim nga vendi i ngjarjes dhe për fshehje të ngjarjes, sepse ti e ke detyrë ligjore të qëndrosh aty, të japësh ndihmën e parë dhe t'i thosh organeve u krye aksidenti, urdhroni tani le të flasi drejtësia. Dhe ai personi tjetër, sepse shiko si ka ardhur. Menaxheri i firmës që ka lejuar një 24 vjeçar shiko se sa persona janë të përfshirë këtu. Të ngiste pra betonierën. Tani, kompania mban përgjegjësi sepse kjo është një mjet i kompanisë, një betoniere. Imagjino që për betonierët ka rregullime të caktuara, biles edhe vendin ku, domethënë, betonierët kanë orare të caktuara kur ecin në rrugë, kur duhet lëvizin, kanë ato, si të them, ndarjet e caktuara, nuk mund të ecësh në korsinë e shpejtësisë, pra kanë rregulla specifike. Pse e kanë? Sepse ngarja e një betoniere nuk mund të ndalosh në vende të tilla. Mund të ndalosh në vende të tilla absolutisht, sepse ngarja e një betoniere, prandaj thash, si e merr guximin, kërkon disa mjeshtëri të cilat nuk ka pse të ketë një shofer që ngjet një makinë familjare. Pra kërkon prandaj ka dhe një licencë për ngarjen e makinës të një tipi tjetër. Pra, një 24 vjeçar nuk mund të ngasi pikërisht një makinë të përmasave të tilla, një mjet. Ai mund ta ngasi, por nëse ka kaluar të gjitha testet e caktuara. Ose edhe përvojën e dur. Edhe përvojën e dur. Tani, kemi pronarin e kompanisë, administratorin, menaxherin e kompanisë, i cili duhet ka përgjegjësinë që gjitha mjetet e tij kur dalin në rrugë të jenë me dokumentat e duhura dhe personat që i ngasin ata të jenë të tillë që i kanë të gjitha ato mjeshtëri dhe aftësi për cilat folën. Dhe nuk mund ta ngasi një njeri vetëm dhe të jetë 24 vjeçar pa një shoqërues tjetër në Absolutisht jam dakord me ju dhe pastaj kemi edhe një person tjetër të futur në këtë skemë ngjarje, që është personi që e ka ndihmuar të largohet që aty ai është bashkëpunëtor i krimit dhe akuzohet, siç e thatë dhe ju në kronikën tuaj, për të ndihmuar fshehjen e krimit. Dhe ai do të penalizohet dhe do të mbajë përgjegjësi penale. Pra imagjinoni se çfarë situate dramatike, përveç se kemi humbur 4 të rinj, që nuk e kemi luksin, asnjë shoqëri në botë nuk e ka luksin. Aq më tepër shqiptarët që janë një popull i vogël dhe një popull ku aksidentet i marrin jetën në mënyrë të përsëritur me një frekuencë të lartë, ne nuk e kemi thash edhe njerë luksin dhe asë kërkush nuk e ka të humbim 4 të rinj. Imagjinoni familjet, unë tani duke folur më shkon në mend çfarë po bëhet në ato familje. Se është kuja, është tragjedi që ka ndodhur. 20 vjeçari Erild Laçi sapo ishte kthyer, ishte përmalluar në Rinas, ishin takuar, përqafuar, i kishin thënë familjes se po rikthehemi në banesë dhe nuk arritën dot në atë banesë. Dy vëllezrit, kushërirja e tyre dhe sipas Nusës së Xhaxhait që un kam folur, ajo më tha që Andi Laçi, kushëriri i tyre sapo i kishte bler, kishte 4 ditë atë automjet dhe po udhtonte drejt Rinasit, ndërkohë që edhe shoku i tyre 24 vjeçar Eriklet Kurti ka gjetur vdekje në këtë aksident. Unë mendoj që gjithë shoqëria shqiptare duhet të reflektojë dhe gjithë shoqëria shqiptare besoj dhe dua ta besoj këtë, janë duke ndarë të njëjtën dhimbje, natyrisht që familjarët e kanë të shumë fishuar atë dhimbje, por është shumë e dhimbshme sepse asnjëri nuk ka imunitet. Në ato makina mund të jetë fëmia i kushdo shqiptari dhe mund të ndodhi në çdo moment. Prandaj duhet të bëjmë shumë kujdes. Shumë kujdes, por shumë kujdes. Dhe gjej rastin që dhe organet të cilat i hetojnë këto ngjarje të gjejnë, të bëjnë kualifikimet e duhur të veprave penale, duhet të ndëshkohen.
Ne jemi në fund të kësaj pjese duke I thënë edhe njërë familjes Laçi, por edhe Kurti ngushëllime për 4 të rinjt. Shpresoj që t'jetë aksidenti I fundit me përmasat të tilla edhe në një moshë fare të re kanë humbur jetën këta 4 të rinj. Edhe njëherë I them regjis të më japi bashkëbisedimin që kanë bërë me familjen Laçi dhe me njëherë pas bashkëbisedimit me nusën e Xhaxhait të shikojmë edhe njëherë një video ekskluzive që vetë familja Laçi na ka vënë në dispozicion. Unë jam Evisa Meti, drejtuesja e emisionit Me zemër të hapur në News 24. Po. Edhe fola pak më përpara dhe me Çimin, do doja të flisnim pak edhe me familjen tuaj për mënyrën se si ka ndodhur ngjarja, aq sa informacione keni ju. Ne kena këtë informacion. Kalon punën në orën 10. Kush? Ka marrë këtë kushinë, ky ambi që ka vdekur Po. janë jonë. Po. Ka punove dhe në fushkryj qëtër. Po. Ka marrë këtë kushinë I vetëm telefon. Po. Janë bashku me gjithë shokun që ka punu, që punu të kësë servisi telefonave, këtë tjetëri, këtë djalin nga fushkryja, se ne kam tek 3 shumë. Po, e di. 2 vëllezrit edhe Po, kushëriri. 2 vëllezrit edhe kushini e djali kunafi ti. Po, ngushëllime. Edhe ka marrë këtë kushini vetë, njëni nga këto 2 vëllezrit, ka marrë djalin tonë, e në këtë shokun e vetë që kanë pas, I ka marrë fushkryj, I ka thonë hajde t'i djali para plajt që kina, që të kësokset nga Italia. Edhe kanë shku atje. Kur kanë shprit për aeroporti, kanë marrë telefon prindit, ku jeni, jena soat me gjithë djalin. Sa kur kanë vjani të makinë, 4 ditë ka pasi ka blet makinën e re, vjani të makinë, kur kanë atë kneta, janë plasë ma betonjeren. Por a I betonjeres nuk I ka dalë një hapderen, këtë shunat kanë bëtit, ndinë brenda hapni deren. Kanë qenë gjallë fëmijët majna. E kuptoj. Ai personi që u ka plasë me ta, ai personi vetëm ka hik, nuk I ka dhënë një çunave tonë. Se tu kishte dhënë një me pa çunave, ti kishte marrë ata presionin e ujtit, që ka pasur betonjere, fëmijë tonë ka pasur përbërtu. E kuptoj. Jemi na çu 4 gjenasën tokë ne. E vërtet, shumë e vërtet.